Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një figurë që ndryshoi historinë e Kishës Katolike dhe ndikoi botën përtej mureve të Vatikanit, është ndar nga jeta. Papa Francesco, papa i parë nga Amerika Latine, i cili mbylli një epokë të jashtëzakonshme të udhëheqjes shpirtërore globale. Një njeri i thjesht, por i mesazh të fuqishëm për mëshirë, drejtësi, dialog ndërfetar dhe kujdes për të marginalizuarit. Ai u bë simboli i përulësisë dhe reformës brenda një institucioni mirëvjetëçar. Sot bota humbi një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara të kohës sonë. Papa Francesco, kreu i Kishës Katolike dhe sovrani i Shtetit të Vatikanit, është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare. I lindur më 17 dhjetor të vitit 1936 në Buenos Aires të Argentinës, me emrin Jorge Mario Bergoglio, ai u bë papa i parë në histori nga shoqëria e Jezusit, i njohur ndryshe si urdhri i jezuitëve. Francesco ishte gjithashtu papa i parë nga Amerika Latine dhe hemisfera jugore, si edhe i pari që nuk ishte lindur apo qenë rritur në Europë që nga shekulli 8 pas Papa Gregorit, me origjinë nga Siria. Historia e tij është një rrugtim i rrallë frymëzimi. Në vitin 1958, pas një periudhe të vështirë shëndetësore, Bergoglio vendosi t'i kushtohej jetës fetare dhe ju bashkua jezuitëve. Në vitin 1969, u shugurua prif. Ndër vite, ai fitoi përvojë dhe autoritet, duke shërbyer si epror provincial i jezuitëve në Argjentinë nga 1973 deri në 1979. Në vitin 1998, u emërua kryepeshkop i Buenos Airesit, ndërsa në vitin 2001 mori titullin kardinal. Gjatë krizës së rëndë ekonomike dhe sociale të Argentinës në dhjetor të vitit 2001, ai u shua si një zë i fuqishëm i arsyes dhe drejtësisë, duke qëndruar afër njerëzve të thjeshtë. Marrëdhëniet e tij me administratat Enstor dhe Cristina Kirchner kanë qenë komplekse, shpeshherë të tensionuara, pasi ai perceptohej si një figurë që sfidonte politikat e tyre. Pas dorëheqjes historike të Papa Benediktit të vënshkurt të vitit 2013, konklava papale zgjodhi Jorge Mario Bergoglio si pasuesin e tij më 13 mars. Ai zgjodhi emrin Francesco, në nder të Shën Francesku të Asizit, një simbol i përulësisë dhe dashurisë për të varfrit. Që në fillim të papatit, Francesco u dallua për stilin e tij të thjeshtë dhe për qasjen më të përzemërt ndaj detyrës së lartë që mbante. Ndryshe nga pararendësit, ai zgjodhi të mos jetojë në apartamentet papale luksoze të Pallatit Apostolik, por në bujtinën modeste të Domus Sancta e Martae, duke dhënë një shembull përulësie e thjeshtësie. Gjatë viteve të udhëheqjes së tij, Papa Francesco ka qenë një figurë që ka sfiduar traditat me guxim. Ai e vendosi mëshirën, drejtësinë sociale dhe dialogun ndërfetar në qendër të misionit të tij. Për herë të parë në historinë e Kishës Katolike, ai emëroi gra në pozita të rëndësishme në Kurinë Romake, një hap drejt përfshirjes më të gjerë dhe barazisë gjinore në strukturat fetare. Në deklarata të bujshme, Francesco u shpreh se Kisha duhet të jetë më mirëkuptuese ndaj anëtarëve të komunitetit LGBT. Ai theksoi se ndërsa bekimi i bashkimeve të njëjtit seks nuk është i lejuar në kuptimin liturgjik, individët mund të bekohen në mënyrë të veçantë dhe personale. Këto qëndrime u pritën me vlerësime, por edhe me polemika, duke vendosur papën në qendër të debatit publik botëror. Një kritik i hapur i kapitalizmit të shfrenuar, konsumizmit dhe shkatërimit të mjedisit, Francesco e vendosi ndryshimin klimatik në qendër të mesazheve të tij. Ai bëri thirrje për një ekonomi më njerëzore dhe më të drejtë, ku kujdesi për tokën dhe për njëri tjetrin të shihen si mision moral dhe shpirtëror. Në vitin 2022, ai kërkoi falje publike për rolin që Kisha kishte pasur në gjenocidin kulturor ndaj popujve indigjen në Kanada, një tjetër gjest i thellë i pendesës dhe përballjes me të kaluarën. Ndër kulmet e papatit të tij ishte mbledhja e sinodit mbi sinodalitetin, një ngjarje që u konsiderua ndër më të rëndësishmet në Kishën Katolike që prej Këshillit të Dytë të Vatikanit. Ajo përfaqësonte vizionin e Franceskut për një kishë më gjithëpërfshirëse, më të hapur dhe më të përulur në shërbim të njerëzimit. Gjatë jetës së tij, ai botoi një sër librash, enciklikash dhe dokumentesh të tjera që mbeten si trashëgimi për brezat që do të vinë. Papa Francesco nuk ishte vetëm një lider shpirtëror, ai ishte një simbol i dashurisë, guximit, përulësisë dhe shpresës në një botë gjithnjë më të ndërlikuar. Ndërsa sot e përcjellim me nderim të thellë, kujtimi i tij do të jetojë gjatë, jo vetëm në historinë e Kishës Katolike, por në zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Pak orë para se të vdiste, Papa Francesco dha mesazhin e tij të fundit për botën, duke bërë thirrje për armpushim dhe çarmatim të vërtet. Ai u shfaq në sheshin e Shën Pjetrit për të dhënë mesazhin e Pashkëve, ku theksoi rëndësinë e paqes dhe lirisë fetare, duke kërkuar që popujt të shmangin armatimet dhe të mbështesin një paqe të qëndrueshme. Në orët e fundit të jetës së tij, Papa Francesco dha mesazhin e tij të fundit për botën, duke bërë thirrje të fuqishme për çarmatim dhe armpushim.
Papa Francesku doli përpara besimtarëve në sheshin Shën Pjetri për të lexuar mesazhin e Pashkëve, i cili u bë nga kardinali Parolin për shkak të shëndetit të rënduar të Papës. Në këtë mesazh, Papa apeloi për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza, Ukrainë dhe rajonet afrikane, si dhe kërkoi mbështetje për popullsinë e Myanmarit, e cila po vuante nga pasojat e tërmetit. Ai theksoi se asnjë paqe nuk është e mundur pa çarmatim të vërtetë dhe kërkoi respektimin e lirisë fetare dhe lirimin e të burgosurve të luftës dhe atyre politik gjatë jubileut. Papa bëri thirrje për përpjekje të vazhdueshme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, duke përfshirë një mesazh për Ballkanin Perëndimor. Ai e cilësoi dritën e Pashkëve si një mundësi për të frymëzuar propozime për harmoni në rajon, duke mbështetur aktorët politik për të shmangur thellimin e tensioneve dhe krizave. Papa gjithashtu nënvizoi nevojën për të shmangur armatimin dhe garën e armatimeve, që nuk sjellin asnjë dobi për paqen botërore. Përveç këtyre mesazheve të fuqishme, Papa Francesku gjithashtu u fokusua në vlerën e dashurisë dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve. Ai e theksoi se paqja nuk është vetëm mungesë e dhunës, por një proces i vazhdueshëm i ndërtimit të marrëdhënieve të shëndetshme dhe të drejta mes kombeve dhe individëve. Kjo nënkupton angazhimin për të hequr urrejtjen dhe paragjykimet dhe për të krijuar mundësi për mirëkuptim dhe përbashkësi, ku çdo individ mund të jetojë në paqe, pavarësisht besimit dhe përkatësisë etnike. Me 21 shtator 2014, Papa Francesco bëri një vizitë të paharruar në Shqipëri, duke u bërë lider i parë i Kishës Katolike që vizitonte vendin tonë. Vizita e tij erdhi në një kohë të tensioneve fetare në botë dhe përçoi një mesazh të fuqishëm për paqe dhe harmonizimin ndërfetar, duke vlerësuar Shqipërinë për guximin dhe besnikërinë gjatë periudhave të përsekutimit fetar. Në 21 shtator 2014, Papa Francesku bëri një vizitë historike në Shqipëri, duke e bërë këtë shtet të parë në Europë që ai vizitoi pas zgjedhjeve të tij si pap. Zgjedhja e Shqipërisë nuk ishte rastësore, pasi vendi kishte kaluar një periudhë të gjatë dhe të dhimbshme persekutimesh fetare dhe Papa e konsideroi Shqipërinë si një shembull të forcës dhe besnikërisë ndaj besimeve të krishterë. Në sheshin Nën Tereza, Papa mbajti një meshë të madhe, ku i drejtoi një mesazh të fuqishëm popullit shqiptar, duke vlerësuar unitetin dhe harmoninë ndërfetare të vendit. Ai theksoi se Shqipëria ka qenë një vend martirësh, ku shumë besimtar katolik, ortodoks dhe musliman e paguan me jetën e tyre besimin e tyre gjatë regjimit komunist. Papa i quajti Shqipërinë një shembull për të tjerët, pasi ajo ka ruajtur paqen dhe bashkëtesën ndërfetare gjatë periudhës së errët në historinë e saj. Gjithashtu Papa Francesku përmendi simbolin e flamurit shqiptar, shqiponjën, duke lidhur këtë me besimin dhe guximin e popullit shqiptar për të fluturuar lart dhe për të arritur një të ardhme më të ndritur. Ai bëri thirrje për të ruajtur unitetin dhe paqen, duke inkurajuar brezat e rinj të ushqehen me vlerat e besimit dhe shpresës. Papa zhvilloi gjithashtu takime me udhëheqësit politik dhe me përfaqësuesit e besimeve fetare të Shqipërisë, duke i ftuar ato të vazhdojnë të mbështesin harmoninë ndërfetare dhe të përforcojnë më tej lidhjet midis grupeve fetare. Pas kësaj vizite të paharruar, Papa përfundoi mesazhin e tij për shqiptarët me fjalët: "Paqe në këtë shtëpi, paqe në zemrat tuaja, paqe në kombin tuaj", duke i dhënë kështu Shqipërisë një mesazh të fuqishëm, shpresë dhe uniteti. Ndarja nga jeta në moshën 88 vjeçare të një prej figurave më të dashura e më të respektuara, Papa Francesku solli reagimet e liderëve të politikës shqiptare, të cilët kanë ndarë me publikun fjalët e tyre të ndjera për këtë burr të madh, që frymëzoi botën me fjalë dhe me vepra. Në vijim do të sillim reagimet nga liderët politik shqiptar, të cilët kujtojnë Papa Franceskun me një përullësi dhe mirënjohje për gjithçka i përfaqëson në këtë botë. Ndarja nga jeta e Papa Franceskut ka sjellë një valë reagimesh dhe mesazhesh ngushëllimi nga liderët më të lartë të shtetit shqiptar, të cilët kanë vlerësuar figurën e tij si simbol të dashurisë universale, përullësisë dhe paqes ndërfetare. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, në një mesazh të ndjerë ngushëllimi, ka theksuar kontributin e Papa Franceskut në përhapjen e dashurisë dhe përkushtimit ndaj çdo njeriu, pa dallim feje apo kombësie. Shenjtëria e tij, Papa Francesku, sot u ngjit në qiell, pranë atit, për të çuar në qiell atë që la trashëgimin në tokë, dëmshurinë, dashurinë dhe përkushtimin ndaj çdo njeriu, çdo besimtari e çdo feje. Kreu i shtetit shtoi më tej se do të ruajë gjithmonë me kujtesë takimet me Papa Franceskun dhe u bashkua në lutjen e miliona besimtarëve. Do të ruaj thellë në kujtesën time takimet tona. I bashkohem lutjeve të gjithë besimtarëve shqiptar që shpirti i tij të prehet në paqe. Edhe kryeministri Edi Rama ka reaguar me një mesazh në rrjetin social duke përshkruar Papën si një mik të madh dhe të paharrueshëm të Shqipërisë. Gjatë një fjalimi në Kavaj, Rama kërkoi që të mbajë 1 minutë heshtje në nder të Papa Franceskut. Lam të mirë, ati shenjt, mik i madh e i paharrueshëm i Shqipërisë.
Rama kujtoi me emocion vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri dhe bisedën e veçantë që pati me të, gjatë së cilës Papa kishte theksuar rëndësinë e të folurit të së vërtetës, edhe kur kjo sjell armiq. Ndruar jetë Ati i Shenjtë, Papa Francesku, një njeri i jashtëzakonshëm. Unë kam pasur një raport personal me të, më çonte vazhdimisht mesazhe me argjipeshvin edhe më vjen njerëzonisht keq. Ai zgjodhi ta vizitonte Shqipërinë, të parin vend jashtë Vatikanit që vizitoi mbasi u zgjodh pap. Pas një takimi që patëm së bashku, një takim paharrueshëm. Në Shqipëri kaloi një ditë që ai vetë e konsideronte të paharrueshme. Tha dhe atë fjalën e paharrueshme që Shqipëria nuk ka harmoni fetare, po ka vëllazëri fetare. Ishte një pap ndryshe nga të tjerët dhe besoj që kam mirë kuptimin tuaj, ta nderoj me 1 minutë heshtje dhe ta mbyllim këtu takimin. Nga Puka, u ndodhej për të prezantuar kandidatët e Partisë Demokratike për zgjedhjet lokale, ish kryeministri Sali Berisha nderoi kujtimin e Atit të Shenjtë me 1 minutë heshtje, duke cilësuar atë si një kolos të mendimit dhe besimit. Shqiptarët kanë humbur një kolos të mendimit, të besimit tek Zoti, por dhe të dashurisë dhe respektit për njeriu. Nga ana e saj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali përmes një reagimi në rrjetet sociale ka shprehur dhimbjen për humbjen e papës, duke e cilësuar atë një figurë të përkushtuar ndaj më të varfërve dhe marginalizuarve. Mëngjesin e së hënës së Engjëllit përfundoi rrugtimi toksor i Papa Franceskut. Jeta e këtij dishepullit të Jezu Krishtit ju kushtua shërbimit të Zotit, të kishës, besimtarëve, njerëzve, bashkëjetesës dhe drejtësisë shoqërore. Ati i Shenjtë ishte mbrojtës i fuqishëm i më të varfërve, më të dobtëve dhe më të marginalizuarve, të cilëve u kushtoi gjithë jetën dhe dashurinë e tij. Shqipëria dhe shqiptarët kishin një vend të veçantë në zemrën e madhe të Papa Franceskut, të cilën e shfaqi edhe gjatë vizitës në vendin ton. Në 21 shtator 2014, vizita e tij e parë në një vend evropian nga fillimi i papnisë. Takimi me Atin e Shenjtë në tetor të vitit 2024 do të mbetet ndër kujtimet më të bukura të jetës sime. U prehtë në paqen e Zotit. Ngushëllime kanë ardhur edhe nga lider të rajonit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një mesazh të ndjer theksoi për ulësinë dhe dhimbshurinë e Papa Franceskut. Në këtë të hënë të Pashkëve, një ditë shprese dhe ripërtëritjeje për të krishterët tanë mban botës, vajtojmë ndarje nga jeta të shenjtërisë së tij, Papa Franceskut. Trashëgimia e tij e përulësisë, drejtësisë dhe dhimbshurisë do të jetojë përgjithmonë. Në emër të popullit të Kosovës, shpreh ngushëllimet tona më të thella. U prehtë në paqe. Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, e cilësoi Atin e Shenjtë si një mik të madh të Shqipërisë, duke theksuar rolin e tij për paqe dhe solidaritet ndërkombëtar. Thellësisht i pikëlluar nga lajmi për ndarjen nga jeta të shenjtërisë së tij, Papa Francesku, i cili do të kujtohet për herë me mirënjohje për udhëheqjen vizionare të Kishës Katolike dhe të njerëzimit të rrugën e paqes, dashurisë, solidaritetit, humanizmit, bashkëpunimit, dialogut dhe vëllazërimit. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj vlerësoi figurën e Papa Franceskut si një udhëheqës shpirtëror që mbushi me trit zemrat e njerëzve. Lamtumir Ati i Shenjtë, Papa Francesku, një udhëheqës shpirtëror i jashtëzakonshëm që mbushi me dritë zemrat e njerëzve, simboli i përulësisë, dashurisë dhe paqes. Ai ishte një mik i madh i Shqipërisë së shqiptarëve, e do të kujtohet me nderim për mesazhet e tij të mëshirës, për kushtimin ndaj të varfërve dhe për ndihmën që dha në afrimin mes njerëzve dhe feve. Ngushëllime të sinqerta Kishës Katolike dhe të gjithë besimtarëve shqiptar për këtë humbje të madhe. Udhëheqësit botëror kanë shprehur dhimbje të thellë për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut, ku kanë vlerësuar figurën dhe kontributin e tij për Kishën Katolike. Liderit e cilësuan Francesku në mesazhet e tyre të ngushëllimit një pap të jashtëzakonshëm që solli Kishën më afër të varfërve. Ndarja nga jeta e Papa Franceskut ka sjellë një valë ngushëllimesh nga liderët më të lartë botëror, që kanë përkujtuar me respekt dhe emocion figurën e tij të jashtëzakonshme. Një njeri që frymëzoi miliona, u bë zëj të pambrojturve dhe simboli i paqes së përulësisë në mbar botën.
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ishte ndër të parët që reagoi pas lajmit të ndarjes së tij nga jeta. Ai e përshkroi papën si një njeri të thjeshtë, gjithmonë pranë atyre që kishin më shumë nevojë, të vuajturit, të pafatët dhe të harruarit nga bota. Macron theksoi se trashëgimia e tij njerëzore dhe shpirtërore do të jetojë përtej kohës. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, i cili kishte pasur mundësinë ta takonte papën vetëm një ditë më parë, u shpreh thellësisht i prekur nga humbja. Ai kujtoi përvojën e takimit, duke thënë se papa ishte një burim i pashtershëm frymëzimi, sidomos në ditët më të errta të pandemisë globale, kur bota kishte më shumë se kur nevojë për shpresë. Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, e cilësoi Papa Franceskun si një figurë të shquar që do të mbahet mend gjatë nga e gjithë bota. Ajo e quajti atë papën e popullit dhe vuri në dukje marrëdhënien e ngushtë dhe të ndjerë që kishte ndarë personalisht me të. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi se ndikimi i Papa Franceskut kishte tejkaluar kufijtë e Kishës Katolike. Ajo e përshkroi atë si një njeri që shpërndante për ulësi, dashuri dhe dritë, duke frymëzuar miliona njerëz të gjitha besimeve dhe bindjeve. Ndërkohë, presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, kujtoi me emocion buzëqeshjen e tij të ngrohtë, një buzëqeshje që prekte thellë zemrat e njerëzve në të gjithë botën, duke ofruar shpresë dhe ngushëllim në çdo takim publik. Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, shprehu trishtimin e tij të thellë, duke vënë në dukje rolin e jashtëzakonshëm të papës si udhëheqës shpirtëror global, ndërsa kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, e kujtoi Papa Franceskun si një njeri të ndjeshëm, të përzemërt, gjithmonë të përkushtuar ndaj të tjerëve. Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, në një deklaratë zyrtare, vlerësoi përkushtimin e papës ndaj vlerave universale të paqes, dashurisë dhe dëmshurisë. Ai theksoi rëndësinë e figurës së tij në forcimin e dialogut ndërfetar dhe bashkëjetesës mes kulturave të ndryshme. Kryeministri i Holandës, Dick Schoof, e vlerësoi Papa Franceskun si një njeri të thjeshtë, por me ndikim të madh, i cili gjithmonë qëndronte pranë popullit dhe fliste me zërin e atyre që shpesh nuk dëgjoheshin. Po ashtu, presidentja e Zvicrës, Karin Keller-Sutter, e përshkroi atë si një udhëheqës shpirtëror të jashtëzakonshëm dhe një mbështetës të palodhur të paqes, që do të mungojë thellësisht në arenën ndërkombëtare. Do të ecim me të tjera informacione. Kryeministri i vendit Edi Rama vjoi turin elektoral në qytetin e Kavajës ku zhvilloi një sër takimesh me gra, vajza dhe të rinj. Në një strategji të ndërtuar mbi sondazhet e brendshme të Partisë Socialiste, Rama theksoi se mbështetja e grave është vendimtare për fitoren e 4 të socialistëve, ndërsa e konsideroi votën për partinë e tij si një investim për integrimin evropian të vendit. Kryeministri Edi Rama ndaloi këtë të hënë në Kavaj në kuadër të turit të tij elektoral ku zhvilloi takime të posaçme me gra dhe vajza duke theksuar se ato janë forca më e madhe mbështetëse e Partisë Socialiste. Në sallat e mbushura me pjesëmarrje nga komuniteti lokal, Rama u shpreh se vota për Partinë Socialiste është një vot për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Dhe e nisëm me 12% në total gra në Partinë Socialiste dhe hap pas hapi kemi arritur sot në 40%. 100.000 antarë të regjistruar të Partisë Socialiste kemi kute 39.000 gra. Ai solli në vëmendje krahasimet me periudhat më parshme të qeverisë nga opozita duke theksuar se çdo herë që vendi ka dhënë besim Sali Berishës është përballur me koste të mëdha politike dhe ekonomike. Herën e parë përfundoi me 4.000 të vdekur dhe herën e dytë u kap në buzë të humnerës së borxheve që mund ta çonin komplet në kolaps nga e parë. Duke i drejtuar jo vetëm grave, por edhe burrave që tradicionalisht mbështesin opozitën, Rama i ftoi që të reflektojnë mbi situatën aktuale të Partisë Demokratike dhe të analizojnë rezultatet e primareve që sipas tij dëshmojnë se Sali Berisha nuk kërkon votën për të qeverisur, por për të mbajtur peng opozitën shqiptare. E morën e zhdukën kryetarin e partisë. Pse? Çfarë faji ka ai? Vetëm se fitoi primati. Mirë ti bëhet gjën se mos s'është u marrë keq për Hysenin. Por ajo që ju them demokratëve të Kavajës është që në këto zgjedhje kanë mundësinë e madhe të bëjnë disa punë me herë, jo një, po disa. Më tej, në një takim me të rit në Golem, Kavaj dhe Rogozhin, kryeministri u shpreh bindur në fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se nuk diskutohet formimi i qeverisë, por kërkoi nga qytetarët një mandat të 4 të fortë dhe të bindshëm që do të përforcojë legitimitetin e drejtimit të vendit. Sikur bota të kthehet përmbys, Partia Socialiste nuk i merr kurrë më pak se 71. Nuk i ndodh, është aritmetikisht e pamundur. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe deputeti Panteli Majko, i cili deklaroi se Edi Rama i mund të demokratët në çfarëdo lloj forme që ata ta paraqisin në zgjedhje. Të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Laguristë nxorën ata.
kolegët e PD-s, ju thash, ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për mashtrim në lidhje me premtimet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi me qytetarët në Puk, Berisha u ndal tek largimi masiv i shqiptarëve dhe korrupsioni i përhapur, duke e cilësuar qeverinë si përgjegjëse për dështimin e vendit në 12 vitet e fundit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me qytetarë të Pukës, ku akuzoi ashpër qeverinë Rama për dështimet në drejtimin e vendit. Berisha i cilësoi mashtrim premtimin e Ramës për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke shtuar se në 12 vitet e fundit nuk kanë bërë asnjë hap të vërtet drejt integrimit. Ai u shpreh se qeveria socialiste ka sjellë vetëm largim masiv të qytetarëve nga Shqipëria, një fenomen që sipas tij dëshmon dështimin total të politikave ekonomike dhe sociale të mazhorancës. Pasaporta europiane e tij është pasaporta më kallpër në botë. Me Edi Ramën nuk shkohet kur në Europë. Po, me Edi Ramën mbi 1.099.000 shqiptar ikën nga Shqipëria dhe morën në Europë pasaportën europiane. Pasaporta europiane e Edi Ramës është si djeg si Tiranës, është si premtimi për shtetësinë falas. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike akuzoi Ramën si arkitektin e skemave korruptive që kanë dëmtuar rënd ekonominë dhe kanë cënuar çdo vlerë të jetës publike. Po të mos kishte mercenar Dumanin, Erioni do dukej lule në krahasim me Edi Ramën. Ai gjithashtu tha se në çdo dalje publike Rama denigron familjen shqiptare duke goditur shtyllat morale të shoqërisë. Dëgjojeni se si shkon. Kalon nga takimin takim me një gjuhë që s'po e them se e thash disa herë, s'po e them më, po e dini vetë ju, në të cilat përpiqet të denigroj familjen shqiptare sepse ai mendon se duke denigruar babain, prindin, bashkëshortin, vllaun, e gëzon nënën, motrën, bashkëshortën, nuk ka mendje më perverse se kjo. Berisha u ndal dhe tek pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike. Në këtë qark, se në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Nuk do ketë ndihmë ekonomike ndën 200 euro. Nuk do ketë pagesë pa punësie ndën 200 euro. Pensionet tjera do rriten me 20% dhe rroga minimale do kalojnë në 500 euro. Berisha u kërkoi mbështetjen qytetarëve për të sjellë ndryshimin, duke i ftuar ato të mos mbështesin partitë e reja dhe të ndëshkojnë me votë qeverinë aktuale në zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në SPAK për masën e detyrim paraqitje. Ai e quajti hetimin e tij si të motivuar politik dhe mohoi çdo përfitim palishëm. Berisha akuzoi Taulant Badhën për lidhje me grupet kriminale dhe kërkoi hetim ndaj tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënë në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha u fut në SPAK rreth orës së 9 dhe qëndroi aty për 10 minuta. Ish kryeministri u pa teksa doli nga mjetet e prokurorisë së posaçme me kapelën në kokë që mbante numri 1, ku tha se nga hetimet ndaj tij nuk është zbuluar asnjë përfitim i palishëm. Dhe vetingu 32 vjeçar familjar i Sali Berishës ka provuar se ai dhe familjarët nuk kanë përfituar kur asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjet e vendit, përbëjnë gjithsej në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror, një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Në nisje të procedimit e cilësoi me shkelje dhe prej dosjes, siç e theksoi ai nga kundërshtar politik. Çështja e SPAK-ut kund dhe keqpërdorimit të tij është pjesë e strategjisë së Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Madje edhe një herë akuzoi Badhën si bashkëpunëtor me bandat kriminale dhe për të nga SPAK kërkoi hetim. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Taulant Ballës. Pse Taulant Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij. Në zbatim të masës detyrim paraqitje, Berisha tha se i la dhe një shënim drejtuesit të SPAK-ut. Publikohen të dhëna të reja për vrasjen mafioze të 64 vjeçare Gjovalin Brendi në Lezhë. Pamjet filmike kanë zbuluar lëvizjen e autorëve dhe automjetin që përdorën për atentat. Dyshohet se motivi i ekzekutimit lidhet me akmarrje për përfshirjen e të birit Ram Brahimi në një sër ngjarjesh kriminale.
Detajet e reja janë publikuar me vrasjen e Gjovalim Prendit, ndodhur në 17 prill në fshatin Plan të Leshës. Një foto e automjetit të autorëve është bërë tashmë publike duke ndihmuar hetuesit në rindërtimin e dinamikës së krimit. Sipas burimeve hetimore, autorët kanë përritur nga drejtimi i urës së Milotit. 2 prej tyre janë afruar në këmbë pranë lokalit në pronësi të viktimës, ku ndodhej dhe ai duke konsumuar kafe. Në sy të familjarëve dhe klientëve të tjerë, njëri prej autorëve ka hapur zjarrin në drejtim të 64 vjeçarit duke e lënë të plagosur rënd. Familjarët dërguan menjëherë në spital, por Prendi nuk mund të mbijetojë plagëve. Pas atentatit, autorët janë larguar me të njëjtin automjet që i kishin transportuar në vendngjarje. Vetëm pak orë më vonë, mjeti është gjendur i shkrumbuar pranë një kanali në fshatin Fushgjorm, një metodë tipike për të fshirë gjurmët. Gjovalim Prendi ishte babai i Roan Brahimit, të njohur edhe si Sidorel Prendi, një emër i përfolur në disa ngjarje të rënda kriminale. Vrasja dyshohet të ketë lidhje të drejtë për drejtë me përfshirjen e djalit të tij në disa atentate të bujshme, mes të cilave dhe ekzekutimi i Brilland Martinaj në Fushkruj, atentati Daigetian Betias në mars të këtij viti në Krujë dhe përplasja e përgjakshme me Mervis Martinajin, armikun e deklaruar Brahimit, i zhdukur pa gjurmë prej kohësh. Roan Brahimi vetë u vra në Athinë në 9 maj 2024 në një atentat që troniti opinionin publik pasi ndodhi në sy të gruas dhe djalit të vogël të çiftit. Peshkshorti janë mbetur e plagosur në ngjarje. Hetimet për vrasjen e Gjovalim Prendit janë në vijim, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë që kjo të jetë pjesë e zinxhirit të hakmarrjeve të lidhura me krimin organizuar. 3 zyrtarë të policisë rrugore të Tiranës përfshirë shefin Roven Zeka janë në akuzë për korrupsion pasiv. Sipas hetimeve të SPAK-ut, ata kanë kërkuar një shumë prej 2.000 eurosh për të shmangur arrestimin e drejtuesve të automjetit që kishte shkaktuar një aksident me 5 plagosur në kryeqytet. Njëri prej të dyshuarve është lënë në burg nga gjykata. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zbardhur një rast të rënd korrupsioni në Policinë Rrugore të Tiranës, ku janë përfshirë 3 zyrtarë të saj. Bëhet fjalë për shefin e komisariatit rrugor Roven Zeka, shefi i OPG-s për aksidentet Sokol Novaku dhe oficerin Edison Tabaku. Ata akuzohen për korrupsion pasiv, pas dyshohet se kanë kërkuar një shumë prej 2.000 eurosh në këmbim të mos arrestimit të një drejtuesi mjeti që kishte shkaktuar një aksident me 5 plagosur në 16 prill. Sipas hetimeve të kryera nga BKH, pagesa është kërkuar brenda një kohe të shkurtër dhe është dorëzuar nga familjarët të drejtuesit të mjetit tek një prej oficerëve të policisë. Kjo është vërtetuar me prova të siguruara gjatë hetimit, ndërsa gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe shuma të konsiderueshme parash, 2.5 milion lekë dhe 26.000 euro. Oficeri Edison Tabaku është lënë në burg nga gjykata e posaçme, ndërkohë që ai ka mohuar akuzat pa dhënë deklarime të tjera. 2 zyrtarë të tjerë pritet të njihen me masën e sigurisë ditën e martë. Të 3 zyrtarët kanë mbajtur pozicione të rëndësishme në Policinë e Tiranës edhe më herët në qarqe të tjera. Policia e Tiranës ka arrestuar një 23 vjeçar të dyshuar si porositës i një paketi që përmbante rreth 1.07 kg kanabis e trafikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky arrest është pjesë e operacionit të goduar Pago, që ka zhvilluar një hetim të theduar për trafikun e narkotikëve përmes shërbimeve postare. 23 vjeçar nga Tirana është vënë pranë nga i dyshuar si porositës së një pakete me rreth 1.07 kg kanabis e trafikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimi i tij ka ardhur si rezultat i operacionit të koordinuar të zhvilluar nga shërbimet e qarkullimit rrugor në bashkëpunim me seksionin për narkotikët dhe është pjesë e fazës së dytë të operacionit Paco. Të riut ishte dorëzuar paketa me drogë që ishte tërhequr 3 ditë më parë nga një deg postare në Tiranë. Hetimet e zhvilluara nga autoritetet zbuluan lidhjen e tij me trafikun e narkotikëve, duke çuar në ndalimin dhe arrestimin e tij në kuadër të njëjtit operacion. Para këtij arrestimi në kuadër të operacionit Paco 1 dhe Paco 2 janë arrestuar gjithashtu 3 persona. Në operacionin e parë autoritetet sekuestruan rreth 522 gram kanabis me përqindje të lartë të HC-je, ndërsa në operacionin tjetër u sekuestruan rreth 1 kg me 700 gram kanabis. Pas këtyre zhvillimeve u shpall në kërkim edhe porositësi i paketës, i cili u arrestua pas një periudhe të shkurtër kërkimi. Materialet e ngjarjes janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë për hetimet më tejshme. Me të tjera informacione kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Seanca konstituive e Kuvendit Kosovës është shtyrë për të dytën herë pasi lëvizja vetvendosje kërkoi një marrëveshje politike për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kandidatura e Alboena Haxhiut është refuzuar 2 herë në votim, ndërsa shumica e re ende nuk siguron numrat e mjaftueshëm. Kuvendi i Kosovës vijon të përballet me ngërç politik. Seanca konstituive e radhës është shtyrë për 48 orë, pasi lëvizja vetvendosje nuk arriti të sigurojë mbështetje të mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentares.
Deputeti i VV-s, Glauk Konjufta, deklaroi se nuk do të ripropozojnë Albulena Haxhiun pa një marrëveshje të qartë me partitë e tjera parlamentare. Pas kësaj deklarate, kryesuesi i kuvendit, Avni Dehari, ndërpreu seancën, duke njoftuar se ajo do të vazhdojë më 23 prill. Seanca nisi me 1 minutë heshtje në nderim të Papa Franceskut, i cili ndëroi jetë sot në moshën 88 vjeçare. Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, kërkoi që përgjegjësia për propozimin e kryetarit të mbetet te partia që e propozon, duke sugjeruar se në rast të dështimit, duhet shqyrtuar edhe opsione të tjera kushtetuese për të dalë nga situata. Gjatë seancës së 19 prillit, u bë betimi i deputetëve të rinj, duke zhbllokuar pjesërisht fillimin e legjislaturës. Qeveria Kurti dhe kabineti i saj kanë dorëzuar dorëheqjet formale, ndërsa kandidatura e Albulena Haxhiut është rrëzuar 2 herë. Vetëvendosja aktualisht ka 57 vota dhe i duhen edhe 4 të tjera për të kaluar kryeparlamentaren dhe qeverinë e re. Fatmir Lima i nismës socialdemokrate është shprehur optimist për një zgjidhje të mundshme, duke lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit për të dalë nga ky ngërç institucional. Njësia speciale e policisë së Kosovës ka realizuar një operacion të gjerë mëngjesin e kësaj të hënë, i cili ka çuar në arrestimin e 7 personave të dyshuar për vrasjen e reshterit Muhamed Lika në Kaçanik me 1 prill. Gjatë aksionit janë sekuestruar prova të shumta përfshirë armë, pajisje elektronike dhe maska, të cilët do ndihmojnë në hetimin e rastit. Njësia speciale e policisë së Kosovës ka realizuar një operacion të madh policor mëngjesin e kësaj të hëne, në kuadër të hetimeve për vrasjen e reshterit Muhamed Lika, i cili u ekzekutua më 1 prill në Kaçanik. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka konfirmuar se në aksionin e zhvilluar janë arrestuar 7 persona, të dyshuar për lidhje me vrasjen e reshterit. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione në Kaçanik, si dhe në një fshat të Klinës, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar prova të ndryshme, duke përfshirë 2 automjete, telefona celular, laptop, një armë zyrtare me 30 fishek, maska, tyta armësh, rroba, fishek, dylbi dhe dokumente që do të ndihmojnë në hetimin e mëtejshëm të ngjarjes. Sipas autoriteteve, dyshohet se motivi i vrasjes ka lidhje me punën e reshterit Muhamed Lika si zyrtar policor. 3 prej të arrestuarve janë të dyshuar për djegjen e gjykatës në Kaçanik vitin e kaluar, ndërsa një tjetër është ish pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Reshteri Lika ka qenë pjesë e hetimeve dhe operacioneve për rastin e djegjes së gjykatës, dhe kjo mund të ketë pasur lidhje me vrasjen e tij. Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motivit të mundshëm të krimit. Eci me zhvillimet nga bota, Pekini e bën të qartë se nuk do tolerojë marrëveshje tregtare të vendeve të tjera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ato dëmtojnë interesat e Kinës. Deklarata vjen mes përshkallëzimit të luftës tregtare mes 2 ekonomive më të mëdha në botë. Kina ka reaguar ashpër ndaj negociatave tregtare që vende si Japonia, Koreja e Jugut dhe Tajvani kanë nisur me Shtetet e Bashkuara, pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa të larta ndaj shumicës së partnerëve tregtar të Amerikës. Në qendër të kësaj lufte tregtare është pikërisht Pekini, i cili është goditur nga SBA me tarifa totale që arrin deri në 145% ndaj importeve kineze. Në kundërpërgjigje, Kina ka vendosur tarifa deri në 125% për mallrat amerikane. Ministria Kineze e Tregtisë publikoi një deklaratë të fortë ku paralajmëron se kundërshton fuqishëm çdo marrëveshje që bëhet në dëm të interesave të saj dhe se do të ndërmarrë kundërmasa të barabarta dhe të vendosura. Deklarata e Kinës u duk si një reagim i drejtpërdrejtë ndaj komentit të sekretarit amerikan të Thesarit, Scott Bessent, i cili sugjeroi që vendet që po negociojnë me SBA në duhet të veprojnë në grup kundër Kinës. Ai i përshkroi tarifat amerikane si një formë bullizmi ekonomik, deklaratë që kanë nxitur reagime të forta nga Pekini. Ky zhvillim pritet të ndikojë jo vetëm në marrëdhëniet dypalëshe SBA-Kinë, por edhe në dinamikën tregtare rajonale në Azi dhe më gjerë. Moska mirëpret sinjalet nga administrata e Trumpit për përjashtimin e antarësimit të Ukrainës në NATO, duke konsideruar këtë një hap në përputhje me interesat e saj strategjike. Zëdhënësi i Kremlinit thotë se ky qëndrim mund të çojë drejt një zgjidhjeje të mundshme për konfliktin. Kremlini deklaroi të hënën se e mirëpret qëndrimin e administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump për përjashtimin e mundësisë së antarësimit të Ukrainës në NATO, duke e cilësuar këtë si një hap që përputhet me interesat e Rusisë.
zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha për gazetarët se kjo qasje përbën një kënaqësi për Moskën, ndërsa e përshkroi NATO-n si një kërcënim për interesat kombëtare të Federatës Ruse. Deklarata vjen pas komenteve të generalit amerikan Keith Kellogg, i cili u shpreh se antarësimi i Ukrainës në NATO nuk është më në tryezën e diskutimeve. Vetë Trump e ka përsëritur disa herë se mbështetja amerikane për integrimin e Ukrainës në NATO ka qenë një nga faktorët që quan në nisjen e luftës. Peskov theksoi se përfundimi i konfliktit mbetet i mundur nëse Kievi heq dorë nga ambiciet për të antarësuar në NATO dhe tërhiqet nga 4 rajonet ukrainase që janë aktualisht të pushtuara dhe pjesërisht të kontrolluara nga Rusia. Agjencia Reuters ka raportuar më herët se Vladimir Putin është i hapur për një marrëveshje me Trumpin, por nuk pranon të bëjë lëshime territoriale të mëdha, duke këmbëngulur se neutraliteti i Ukrainës është thelbësor për një zgjidhje të mundshme. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe i përshtatshëm për aktivitete në natyrë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius, kryesisht në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor veriperëndimor me shpejtësi 5 deri 11 metër për sekond, ndërsa në bregdet herë pas here do të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti do të jetë i qetë me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 13 deri në 27 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 24 gradë. Peshkopi 10 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 28 gradë. Durrës 15 deri në 27 gradë. Kavaj 15 deri në 27 gradë. Elbasan 14 deri në 28 gradë Celsius. Berat 14 deri në 28 gradë. Korç 10 deri në 22 gradë. Vlorë 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 27 gradë. Sarand 16 deri në 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 prill do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët, me vranësira të lehta kalimtare dhe një atmosferë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior dhe verilindor me shpejtësi mesatare 5 deri në 10 metër për sekond. Në disa lugina do të ketë herë pas here shtim të përkohshëm të erës deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 11 deri në 23 gradë Celsius. Podujev 11 deri në 22 gradë. Skënderaj 11 deri në 21 gradë Celsius. Pej 12 deri në 23 gradë. Prishtinë 11 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 22 gradë. Malishev 12 deri në 21 gradë. Gjilan 11 deri në 22 gradë. Ferizaj 11 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 12 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 12 deri në 21 gradë. Prizren 12 deri në 22 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.